ka hedhur një opsion që deri në 5 vjet të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit në çdo lloj forme, i monitorueshëm çdo moment dhe që është një lëshim i rëndësishëm. Po, është dhe tjetra është më e rëndësishme akoma, ka pranuar të dorëzojë të gjithë stokun e uraniumit aktualisht të pasuruar që zotron që është deri në 60%. Që deri më tani kishte refuzuar dhe është një hap i madh. Po, që është deri në 60%, ndërkohë 90% duhet për të krijuar armë bërthamore. Dhe në momentin që këto pranuan, u hodh karta e raketave balistike në mënyrë që të gjejë se s'bën diçka që Irani s'mund pranonte dhe për ta goditur. A qëndron si justifikim ky Sokol? A është kërcënim programi, a ishte kërcënim programi raketor balistik për Shtetet Bashkuara sepse dukej si një kërcënim imediat ashtu siç foli presidenti amerikan. Ai sa ishte rrezik iminent për Shtetet Bashkuara, armët kimike të Saddam Huseinit që dolin që ishte një fiasko e madhe. Pastaj nuk është si Irani që ka vendosur baza duke rrethuar gjithë Shtetet e Bashkuara. Pra këtu janë Shtetet e Bashkuara që kanë rrethuar gjithë Iranin nëpërmjet xhirit persik me baza ushtarake ku i drejtuar raketat. Nuk është Irani që ka rreshtuar armadën e pathyeshme në dyert e kontinentit amerikan. Janë Shtetet e Bashkuara që kanë rreshtuar një armadë të pathyeshme sipas zotit Trump që po godet Iranin. Kështu që kërcënimi imediat nga Irani përveç se në kuadër të rrezikimit të shtetit Izraelit, por Izraeli tashmë i dobsoi ato proxyt e Iranit, po Oreksivit nuk e ngrën. Pasi u dobësuan proxyt, tash Izraeli po godet furnitorin e tyre dhe mentorin e atij aksi që njeh si boshti i rezistencës për Iranin, ndërsa për Izrael ishte boshti i së keqes. Po. Pra edhe pikpamjet kanë shumë rëndësi. Regjimi në Iran është goditur rënd sepse koka ka rënë, Ayatollahu Khamenei, janë goditur dhe zyrtar të tjerë, komandant ushtarak dhe eksponent të rëndësishëm, por mënyra dhe kundërpërgjigja e Iranit, i cili po tregon forcë për hir të së vërtetës, duke depërtuar edhe kupolën e famshme izraelite të mbrojtjes ajrore, duke goditur edhe shtetet aleate të Amerikës në gjirin persik. Për sa kohë mendon se do të jetë në gjendje ky aparat të funksionojë në Iran edhe pas goditjes amerikane? Edhe të Izraelit. Shiko, masi vdes një pap, bëhet një tjetër. Një njëjta gjë vlen për liderin shpirtëror që është lider fetar dhe jo vetëm në Iran. Kështu që mungesa e një lideri nuk e pengon burokracinë apo shtetin në Për momentin regjimi është në këmbë dhe funksionon. Patjetër. Dhe kjo nuk është se ndjemi kënaqësi të veçantë për këtë, por është një fakt që duhet të marr parasysh. Një fakt i pamohshëm. Dhe tani në shpresat llogaritmë të mira që shohim në mediat izraelite janë që Irani ka rreth 2500 raketa balistike, nga të cilat 500 lëshojnë në luftën e 12 ditëve. Pra mund të bëjmë për llogaritë që do të shpihet mendojmë se kjo luftë mund të zgjasë rreth 1 muaj, 2 muaj. Në rastin 4-5 javë ka thënë presidenti amerikan. Pastaj është çështja e vërtet Shtetet e Bashkuara kanë baza në gjithë lindjen e mesme. Kanë dhe luftanijet pozicionuara, por dhe këto duan furnizuar në mënyrë të rregullt të vazhdueshme dhe kërkohet një rrugë dhe një transport shumë i kushtueshëm dhe që merr kohë për ta financuar dhe luftën në mënyrë afatgjatë. Kështu që në llogaritmë të mira të Izraelit dhe Amerikës, Irani mund të rezistojë disa muaj, 2-3 muaj. Por nuk mendoj se tash Izraeli sado që ka shërbime shumë të avancuara inteligjencë bashkë me cilën amerikane të kenë një inventar të plotë të gjithë stokut të armëve iraniane.